Vota nuk vjen që ku menoj njerë strategjikisht. Ti mundesh me dalë me shabet vendosën, mundesh me shabet LDK-n, PDK-n, nuk votën votuesi kështu. Kauza jonë është arsyeja pse ne kritikojmë opozitën. Gjendja e opozitës është arsyeja. Këta të opozitës po merren që na pe kritikojmë opozitën, e s'pe kritikojmë pushtetin, e çan do bëu ata? Ata janë duke përlanë veti, i keni pa grupet e interesit, kush është numër 2, kush është numër 3, dhe mos harroni. LDK-ja peshon PDK-ja peshon LDK-n. K-ja peshon 2, fal. Ata problemin nuk e kanë pse na pi kritikojmë. Problemi thelbësor këtu, kritika jonë është e qëndrueshme. Çka po thuajmë na për opozitën është e vërtetë. Atë merrim është e vërtetë. Mas nej mundem edhe mu marr vesh a me bua ju. Nuk ka ndryshime më të mëdha në Kosovë në këto zgjedhje që po him, se sa një grup i ri parlamentarë. Deputet të njëjtë, fytyrat e njëjta, punët e njëjta, idetë e njëjta, përkushtimet e njëjta, interesat e njëjta. Hajde le ti ndrojmë kur zgjohet ku vendi Kosovës